Fama ime përfundimisht ka arritur ekstremin se mirë shqiptarë që i kam çmen, po kanë fillu dhe kafshët edhe qenë të mësule. Edhe thënë sa qenë kisha mangët me të drejtën. Ama se unë e kam filmuar atë momenti kur mësulen qenët, po e le këtu se unë kap çdo moment të mundshëm, edhe më thoni ju mu pastaj, a i kam çmen dhe kafshët apo jo? Pas ka qenë. Babi e ka lëshuar dorën fare për këtë motrën time të madhe, i erdhi risku dhe asaj për të ndruar se gjithë kalamajt e tjerë më të vogël se ajo ja bon me hile. Vegjë, numër shumë. Motrën e madhe e kemi kështu gjuhtare, kandidate për çfarë? Për deputete. Po jo moj, për ç'a jemi ti, për mjekë. Tani motra ka bler 16 Pro Maxi në ngjyrën gold, atë të ren titanium gold? Okej, e ka si unë. Edhe ma la mua si nder ta hap me që po bëj video. Edhe unë aty. Ta gëzosh tani, bismillah. Motra e meriton të këtë telin e ri se ka ngel në gjitha profilet. Jo. Ti që të rrish. O, ti që. Co to mi? Givenchy. Yemenari. Potato. Co to be? Sic. Unë sa më fora tabre. Pisja. Energia cize. Kromele de gel. Prit, nana, prit. E lo aty ku je, prit, ti me mush pap gojë. Blömele gede. Begin. Februari. Februari. Atë na ka zoni hall me këto macet, ngeli duke u fërku në për mure, në për plaka, e shkreta do burr, po... Ku do ta gjej burrin mi, o goc? Ku do ta gjej burrin? Okej, zemër, do i bëj një thirrje TikTokut që kush ka nej mashku, pse jo, ta çiftzoj me nalë. Ose fundit fare do e sterilizoj, nuk e di si ja bëni ju se nuk durohen, ore, bëjnë edhe zhurma. Bën një zhurmë të çuditshme. Latna me këto komente ju duket zilia me kilometra larg. Po mo vlla e kam mësuar europianën, plas për inati ti shall. Për ju njerëzit e mirë kemi një unboxing që unë e bëra nyje. Tek europiana unë nuk kam bler thjesht një palë, por dy, edhe janë këpucët e para që po i marr nga ky brand. Këto po e vendos aty sipër, ose ja vini re kësaj gjysë së vogël. Okej. Lërni t'ju tregoj këpucët e para, këto kanë kushtuar 890 euro. Wow, sa të bukura! Ku si kam kërkuar edhe më në fundi mora i gjeta. Po që më shkokan dhe sot, këto unë desha me vesh zezat. Ja dhe këpucët e tjera në këtë ngjyrën e zezë, që unë kisha menduar në fakt të vishja këto sot, por edhe ato tjerat po kombinohen shumë edhe jam në më dyshje se cilat të vesh. Okej, tani do t'i veshim, t'i provojmë edhe të shikojmë se si do dali komplet outfiti. Veshim edhe palën tjetër. Okej, nuk po më dali nga këmba se për një moment mendova se i ka marrë të mëdhaja. Për çantë kam menduar këtë të Dolce Gabbanës, edhe u bëra kështu me të zeza, me pantallona edhe një ngjyrë pana. Shpresoj që të ketë pëlqyer ky outfit of the day dhe tani unë do dal sepse më ka ardhur shoqja. Ja se si bëhet një femër e lumtur duke bërë shopping tek Louis Vuittoni dhe Loro Piana. Ama mos harroni të mbushni kartat edhe xhepat plot me leka. Ndalesa e parë Loro Piana që kam kërkuar kudo për këto këpucët dhe kanë qenë sold out everywhere dhe i gjeta kësaj radhe të dyja palët në numrin tim. Kjo mundësi nuk të vjen dy herë që kështu i dash pak ujë të ftohtë jasharit edhe i mora të dyja palët e këpucëve, ndërkohë që po plotsoja të dhënat për accounting këtu tek Loro Piana. Gruaja në background ishte shitja që u mor me mua dhe po na paketon te këpucët. Ky ishte the outfit of the day
me që paketimet zgjasin pak te këto dyqanet haj, që kështu. Sigurisht që unë aplikoj edhe tax free kurdo që bëj blerje kaq të mëdha. Pasi mbaruam punë tek Loropiana edhe harxhuam disa lek, nisemi direkte për tek Louis Vuittoni dhe shikoni pak se sa shumë buzëqeshje ka marrë fytyra ime. Ngjisim shkallët për tek Louis Vuittoni që të marrë Jashari parfumin që donte, ndërkohë që unë po e prisja dhe po shikoja vërdall, edhe ajo gram tha do ti në gjë dhe unë që isha jo rrofsh, por bëra inicialet e çantës HB. Ja se si bëhet një femër e lumtur duke bërë shopping tek Louis Vuittoni dhe Loropiana. Ama mos harroni të mbushni kartat edhe xhepat plot me leka. Ndalesa e parë Loropiana që kam kërkuar kudo për këto këpucët dhe kanë qenë sold out everywhere dhe i gjeta kësaj radhe të dyja palët në numrin tim. Kjo mundësi nuk të vjen dy herë që kështu i dash pak ujë të ftohtë Jasharit edhe i mora të dyja palët e këpucëve, ndërkohë që po plotsoja të dhënat për accounting këtu tek Loropiana. Gruaja në background ishte shitja që u mor me mua dhe po na paketon te këpucët. Ky ishte the outfit of the day me që paketimet zgjasin pak te këto dyqanet haj, që kështu. Sigurisht që unë aplikoj edhe tax free kurdo që bëj blerje kaq të mëdha. Pasi mbaruam punë tek Loropiana edhe harxhuam disa lek, nisemi direkte për tek Louis Vuittoni dhe shikoni pak se sa shumë buzëqeshje ka marrë fytyra ime. Ngjisim shkallët për tek Louis Vuittoni që të marrë Jashari parfumin që donte, ndërkohë që unë po e prisja dhe po shikoja vërdall, edhe ajo gram tha do ti në gjë dhe unë që isha jo rrofsh, por bëra inicialet e çantës HB. Unë dhe Jashari shkret e kemi super problem me hongër në publik se na bëjnë video me gojën plot, por sot do sakrifikoj sepse më pëlqen shumë që të hajmë tek Royal Fish and Chicken. Parkuam mjetin mu fix përballë xhamis Dine Hoxha tek Royal Fish and Chicken. Ne këtu jemi bërë si të shtëpisë dhe sa na pan duke ardhur, i kishin bërë gati ushqime që marrim për herë. Kjo është e gjithë porosia që kemi marrë ne, pra një chicken, prit bëj Jashari një sekond. Jashari ka marrë një chicken wrap, kemi marrë onion rings, cheese stick me menu me patate edhe pije. Ndërkohë unë kam marrë të chicken burgerin kaq të madh edhe këto salçiçet me brum, patate edhe pije. Bismillah edhe tani pak telefonin se s'hahet me gojën plotë. To janë super të mira. Unë se kam fillu akoma, Jashari e kam mbaruar të gjithë tabakane vet. Edhe kam marrë edhe një tjetër. Edhe unë që kam shpresa se Jashari do dobësohet një ditë. Salca e kuqe me këtë të bardhën janë shumë të mira dhe shkojnë me gjithë ushqimet. Kam një super dhuratë për ju. Hati Snack Attack është e gjithë menuja që kam porositur unë dhe Jashari për të ngrënë. Pra një chicken burger meal, kemi një chicken wrap meal, edhe këto mesoret shumë të shijshme për t'i shoqëruar në ofertë. Për vetëm 18.000 lekë të vjetra. Nxitoni të kapni menun e re se do i mbaroj Jashari.